na pëlqen përdorimi i sheqerit, përdorimi i kripës, i melmesave të ndryshme. A kanë ndonjë efekt, do thotë në shfaqjen, apo nëse nuk e kemi shfaqur, a munden, do më thonë, me na lehtësu, apo çfarë efekte kanë në organizmin tonë? Unë ma pak të duhet me folë për këtë, sepse vetë jam konsumuse këtyne gjitha që i ceke me sheqere, me kryp që i pëlqej. Kështu në përditshmërinë teme, mirë po realisht me folë se cila qelizë kanceroze, aja duhet më ushqy për me mbjetu. Edhe në qofë se na i japim mjaftushëm substanca për aja më rrit edhe më zhvillu, normal që ka më rrit edhe më zhvillu ma shpejt. Pa dyshim që është problematike shumë përzgjedhja e ushqimeve, për para se sa që faqet smundja, e le ma gjatë trajtimit. Gjatë trajtimit është komplet situatë specifike për pacient, sepse keni dëgju ndoshta që pacientë onkologjik janë pacienta ka hektik, janë pacienta që kanë humb masën muskulare, peshën trupore. Ata duhet jashtëzakonisht më ushqy me shumë energji, e në anën tjetër mas me ushqy qelizën kanceroze me substanca cilat e kishin fuqizu rritjen edhe zhvillimin e qelizës kanceroze.